të marrë këtë lë, natën gjumi nuk më zë, nuk e di. Është Sara në ligj. Hello. Hi Sara. Përshëndetje Sara. Na dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë, juve? Të dëgjojmë shumë mirë. Na gjete në studio duke kënduar këngën e atij Sabianit këtë marrë këtë lë, Natën gjumi nuk më zë. Se ky është dhe halli jot apo jo? Para shumë. Paka shumë po, mund ta themi. Ne jemi gati të treja sy e vesh për të dëgjuar gjithë çajin që ke për të na serviruar sot. E duam të nxehtë. Okej, se edhe mua më ndodhi diçka dje, kështu që Pas ka ndodhur nga dje sot? Reja. po, paka shumë dolëm në një takim sqarues, po themi, me Ishin pas 2 vitesh. Ndërkohë je lidhur dhe ke dal takim sqarues me Ishin. Po. Sepse I kishim dhënë një premtim njëri tjetrit, prandaj. Absolutisht. Në takimi im sqarues me Ishin atëherë përfundoi në 3 vite të tjera lidhje. Kishim aq shumë për të sqaruar bagazhe, sa që na u desh 3 vite e t'i ndanim ku I kishim. Takimet e Meglit sqaruese me Ishin e saj binjak Sara. Përfundonin gjithmonë në takime Në një Sara. Po, binjak e kam, po ky binjaku im është pak si tepër manipulues. Absolutisht mos është dhe imi. Mos është I njëjti doja poja. Sara, një sekond, para se të dërgosh hallin tënd, çfarë sqarove tekstualisht dje me X, si për shembull? Çfarë sqaruat në takimin tuaj? Okej, do me thënë, në këto 5 vite lidhje që kemi pasur, më ka dhënë një premtim që mbasi të kthehem, do të gjej kudo që t'jesh me këdo që do jesh. Dhe jo për diçka më tepër, po thjesht nga që kemi qenë në shumë gjërat njëri tjetrit gjatë atyre 5 viteve, prandaj. Atë ka thënë edhe që nëse martohesh ti do të vindasëm? Jo, këtë nuk më ka thënë. Atë ka thënë, jo, prit, kam një pyetje. Do të ta thonë. Sara, atë ka thënë, ose a I keni thënë njëri tjetrit që ne të dy do martohemi, po ne do jemi gjithmonë dashnorët e njëri tjetrit? Po, këtë e kemi thënë kur jemi lidhur në fillim, sepse jemi shumë toksik me njëri tjetrin, pavarësisht se... Lidhjet e para kështu janë. Mendoj që lidhjet e para duhet të kenë kështu një manual fiks, si fillojnë, si vazhdojnë dhe si Janë njësoj të gjitha. E vërtet. Do ta shkruaj unë, ju pres në ditën që panajirit librit, në librin tim, të mbijetoni traumat me një binjak. Nuk është se as sqaruam, as një lloj gjë, thjesht bëm një rutinë që gjithmonë e bënim sa herë që takoheshim. Çfarë rutinë? Pim një cigare bar. Qartë. Ishin tim jam njohur që në gjimnaz, në fillim të gjimnazit, kemi zgjatur 5 vite dhe si binjak që është, do me thënë dihet marrëdhënia që është shumë aventurë, si të themi, toksike, po në shumicën e rasteve më tepër aventurë. Dhe jemi ndarë për shkak që komplet tani që e mendoj, nuk e besoj as vetë që jemi ndarë për atë lloj arsye, sepse iku jashtë edhe unë nuk doja diçka, e ke parasysh në distancë, e di se si funksionojnë që do ngjitesh, do ziheni. Nuk kisha nerva për diçka tillë. Me një binjak ha kokat kur e ke afër, jo më kur e ke larg, me gjë çfarë ndodh. E shkupusi marrëdhënien, e vuaj goxha dhe njihem mbas gati një viti me dikë tjetër. Luan, me origjinë nga Tepelena. Kur është Tepelena? Marrin frymtheu? O, zot. Vazhdojmë tani. Dhe ascendenti Virgo, duhet ta theksoj këtë. Atëre, kur ka Virgo në chart, marrin frymë 3 herë shumë thellë. Edhe që thojmë, po vazhdojmë. Pres unë kur marr frymë në këtë histori. Si morën këtë nga? I more mos marrësh. Sar? Aty janë. Po që nuk e di, këto kohët e fundit kam vënë re disa gjëra deri diku edhe narciste. Si fillim ishte shumë I dashur, shumë love bombing. Është edhe tani serioz aty që kam unë qe, familjar, po shumë posesiv. Çfarë bën posesiv? Për shembull, kur jam duke I thënë që jam duke folur në telefon, tani nuk flas dot. Në shumicën e rasteve nuk e kam pasur problem, se kam përtuar, si kam thënë që po flas, thjesht I kam çuar një screenshot që jam duke folur në telefon.
këto kohët e fundit, co foto, co historikun e kolloksave që ke, mua kjo që nuk më duket normale. Me thënë të drejtën, nuk e di, se ti është gati 30 vjeç edhe të bësh të tilla muhabete, mua nuk... Modër nuk ka mosh ajo punë. Vetëm ajo që s'ka mosh. A ka një arsye, Sara, do të thënë, a i ke dhënë një arsye, pra keni patur ndonjë debat, a ka dyshuar ndonjëherë për diçka, apo thjesht rastësisht një ditë bukur u kujtua që duhet i dërgoje kolloksa, domethënë me kë ke folur në telefon? Ka nisur gradualisht, me thënë të drejtën, sepse unë edhe jetoj vetëm, sepse shtëpisi kam larg, dhe gjithmonë domethënë alis telefoni. Këto kohë të fundit ka filluar me këtë pjesën. Okej, edhe unë ndoshta ka marr veten nga marrëdhënia që isha dhe dua të dal më tepër me shoqëri, me goca kam fjalën. I kushtoj më shumë rëndësi edhe vetes dhe nuk i pëlqen kjo si gjë. Domethënë, sipas atij duhet jemi vetëm unë dhe ai dhe gjithë bota kundër. A ka qenë marrëdhënia kështu në fillim? Si ka qenë në fillim fare? Si ishte ju të dy në fillim fare me këtë të dashurin? Si fillim si kemi qenë, domethënë unë dhe ai, po secili kishte edhe atë punën e vet, unë kisha atë rutinën time. Tani ky ndryshimi kështu nuk e di, më frikson pak, se me veten time si ndodhi kjo. Nuk mendon ti Sara për shembull që ndoshta ke ndryshuar ti, pra që tani do dalësh ti çik më shumë me gocat, tani do ti kushtosh pak vetes më shumë rëndësi se në fillim. Ndoshta ai është njësoj. Prandaj bëra pyetje në fakt për të kuptuar. Okej, ai ashtu ka qenë gjithmonë që nga fillimi, por mua nuk më duket normale kjo pjesa që një njeri do të ndërhyj kaq shumë. Edhe me shoqërinë kam dashur shumë që ta përfshi tek shoqëria ime. Dhe nuk ka dashur. Çfarë Madje nuk i ka qef as shoqet e mia. E sa do të pyesja, çfarë mendimi ka ai për shoqërinë tënde? Nuk i ka qef fare, nuk e di pse, ka shumë inat, sepse neve si goca që jemi, atë bëjmë. Do merremi pak me llafe, do themi ndodhi kjo, ç'a bëri ajo. Këtë gjë e ka, nuk e di, duket shumë e madhe. Domethënë, si e shohun se dhe unë jam gjendë në një situatë të tillë në momentin që ti e ke marr veten nga ndarja, edhe ti ke qenë ndoshta pak si më e mbyllur dhe më e mërzitur në fillim të lidhjes, tani ndoshta po ke lulëzuar se e ke marr veten dhe po del. Ai mund të ketë edhe frikën që mund të humbi dhe nga ajo kalon dhe bëhet obsesiv në këto kontrollet e tepërta, se mendon që mund ta parandaloj në thonjza, po. Pa humbjen, pa. E ka menduar shumë edhe këtë si gjë, po janë disa sjellje që nuk e di e keni parë atë serialin Tell Me Lies, po ai është një Steven. O zoti i madh, u vdes për atë serialin. Jam shumë e lumtur që ti e ke parë, sa asi nuk e ka parë. Okej, Megli. Ai është një Steven. I kamufluar shumë bukur, po që ka disa sjellje të tilla prej narcisti që pse e bën këtë, se kur e di që mua më mërzit. Okej, po nëse ti e di që ai është një Steven edhe është narcist që manipulon, pse bësh një lusi dhe pse je akoma në atë marrëdhënie nëse e ke këtë si informacion për këtë njerëz? Po sepse në fillim nuk ka qenë kështu, prandaj edhe nuk dua të marr disa hapa dhe ta lëndoj. Kam pyetje o Sara. Që t'jemi të qarta, nuk kam ndërmend që t'i rikthehem ishit. Thjesht kjo me këtë Sara, me këtë fjalinë që ta jemi të qartë ti nuk do të kthehesh ishit. Unë mendoj se ti e di që unë jam një natyrë pak e sinqert, ndoshta pak më drejt për drejtë që duhet, po i mbush mendjen vetes sepse thellë ti je ende me shpresën që të kthehesh me ishin. Mendoj unë, patjetër unë nuk jam ti, thjesht se si e shoh unë gjën. Pra ti nuk jeton vetëm me nostalgjinë e ishit. Unë mendoj që edhe fakti që ti i ritakuar pas 5 vitesh dhe ke ndier nevojën dhe dëshirën për t'u sqaruar në thonjza është diçka që ka ngelur pa u zgjidhur aty nga ana emocionale dhe nuk është asgjë e keqe. Thjesht po e them që unë mendoj që ti thell ose shumë sipërfaqësisht e do që diçka, domethënë me ishin, qoftë ky njeri kthim ose sqarim të çfarë lloj forme quaj si të duash. Po pra, atë closure-in, sepse isha vërtet në mëdyshje, nëse doja vërtet kthehesha me atë apo jo, po që dje e sheshova si gjë, sepse e vetmja gjë ça mund të ketë ndodhur është thjesht një përqafim edhe ato muhabetet as dashurore jo, po thjesht më tepër për jetën. Asnjë lloj gjëje më tepër. Qafsh, me vërtet. E prandaj them, nuk qafsh, me vërtet.
Tani... Okej, kishte nga ana ati, por që respektoj si gjë. Pra Sara. Mirë, Sara ka mbajtur veten sepse është e lidhur me dikë tjetër. Të faktin që është e lidhur se, domethënë, ajo e shoh të shkëputur emocionalisht. Pra, fakti që ti futesh një analize me këtë zgjedh apo të rikthehem, për mua unë nuk mendoj momentalisht ka vdekur, domethënë ka ikur fare. Patjetër, po unë nuk mendoj që Sara në vetvete është midis dy personave. Sara është midis zgjedhjeve që do të bëj për jetën e vet. Sara nuk do të kthehet me ishin, do të kthehet me ishin, po ndërkohë do një të mesme midis jetës që bënte me ishin dhe jetës që bën me këtë që ka tani. Por a ka një njerëz që ka të dyja këto? Sara, unë prandaj doja të Jo, si duket. Çfarë të pëlqente ty në fillim te ky që ke tani? Se është shumë e rëndësishme të go back, të kthesh mbrapa dhe të kuptosh, të kujtosh ti ndoshta çfarë të pëlqente te ky. Te ky që është tani. Okej. Do me thënë, tani futemi edhe pak psikologjisë, por që më pëlqente të ky ishte pjesa që ishte shumë njëri familjare, shikoj gjithmonë shumë të dhënë mbas familjes, edhe mbas marrëdhënies. Jo mbas me, po mbas marrëdhënies bën goxha. Dhe ka ide të qarta për ne. Ço do nga jeta momentalisht që ky s'ta ofron dot, për shembull, tamam, specifikisht. Specifikisht e para njërë është ajo liria, my free will, si thonë, që unë mos kem atë stresin që tani do dalë me shoqet, do e mërzis, do zihemi, të lloj gjërash janë ato që më kanë stresuar shumë. Unë e kam shumë të rëndësishme të mblidhem në një shtëpi tek shtëpia ime ato ose unë tek shtëpia atyre dhe thjesht të bëj muhabet gocash. Ai e shikon shumë problem pjesën që mblidhen 3-4 goca bashkë dhe rrin me njëra tjetrën. Ja, duket shumë tabu. Sa shpesh ndodh kjo me shoqet, Sara? Për të kuptuar pak se po përpiqem të kuptoj, a ka maksimumi një herë në javë, 2 herë. Ai çka ka bë? Ai e ka gjetë, po marr një hipotezë si e mendoj unë situatën nga mendja ime brillante, që s'është se ka bën ai hajër në jetë, po si mund më duket mua. Ai e ka njoft Sarën në një moment vulnerabël. E ka marrë. E ka avash, i ka tregu këtë anën, ndoshta e ka analizu pak shekuan nën këtë çfarë mund t'i pëlqej asaj, ja ka parë këtë anën, ja ka shfaqur këtë anën, dhe nëse ai ka trajta narcisistin me vërtet çfarë bën një narcisist manipulues, është që e merr viktimën në thonjza dhe e izolon nga të gjithë personat e tjerë, sepse nëse pikërisht kjo është ajo që ka më frikë. Nëse një shoqë asaj fillon i thot ai nuk bën se shifi hapi syt, kur ajo është në atë stadin aty, ajo nuk është e aftë të perceptoj dot sakt. Edhe unë do bëj të domethënë varet sa shpesh ndodh. Jo varet sa shpesh ndodh. Unë do të takoj shoqet çdo javë për shembull. Jo, ka dhe diçka. Se Sara është aty, na dëgjon Sara na ndërpri për çdo lloj gjëje që ti mendon. Po, nuk ka problem, jo. Mua mendim më duhet. Ti je lidhur. Po. Dhe kur je lidhur, janë ca gjëra që kanë një lloj limiti të caktuar. Nuk po them që liria ka limit. Absolutisht, nëse një njeri ty të cënon lirinë tënde dhe të qenë ty si individ siç je, absolutisht dump him, lëre. Por deri ku mund të shkoj, në çfarë pike kërkon ti të kesh liri? Se ai ndoshta është i dashuruar me Sarën, po e them kështu, edhe unë po ha mendoj, është i dashuruar me Sarën dhe kërkon që Sara të kaloj kohë me të. Ndërkohë Sara, me sa kuptoj unë, është në atë pikë të jetës se thot unë dhe vetja ime dhe nuk ka, domethënë koha i që kaloj unë me shoqet. Po se ti je lidhur s'do të thotë që s'do kalosh kohë me veten tënde dhe me shoqet. Dhe nuk mund të vendosi se ti vetë me veten tënde e kupton çfarë është e gabuar që mund të cënoj lidhjen dhe jetesa si single. Nëse Sara do të një herë në javë të mblidhet me shoqet e një shtëpi, pse mund t'i daj problem? Cilësi narcisti, aq sa mund të jenë cilësi të një djali që ti thjesht ke nevojë të sqarosh, shiko, koha ime është e imja vllai dhe mos më ndërhyr. Po jo narcistin se që kontrollon logsat e telefonit, mendon që mund të kuptoj, mund të kuptoj që kjo ti thot kam nevojë të kaloj kohë me veten, ajo i çon screenshot në telefon. Jo, madje i ngel hatri sepse e kam 1-2-3 herë e kam ulur dhe i kam thënë që shiko, siç ke ti atë rutinën tënde gjatë ditës që ndonjëherë do ta pish një kafe me një shok, nuk ka asnjë lloj problemi që 1-2 orë shumë po vi pak më vonë në shtëpi, sepse në fund ditës nuk të kam as burr, nuk më ke as grua. A i del shumë shoqërinë e ti? Në përditshmëri ose 2 herë në javë për shembull si kërkon ti? Po, del dhe nuk ka asnjë lloj problemi nga unë, po gjithmonë ka edhe këtë pjesën që
shkruan gjithkohës, po bëjmë këtë, po bëjmë atë, Që ta bësh edhe ti, pra. Po kjo shiko ka një gjë, ai është okay në këtë pjesën e vet, nuk do të thonë që është pa gjë se nuk e ke provu ndonjëherë çandjesi, është një njerëz që ty të shkruan gjithkohës, është që t'ja bësh mbrapsht. Në momentin që nuk ja bën, mu më nuk ka ardhur mesazhi, ti ke 10 minuta pa më kthy përgjigje, çka ke qenë duke bë 10 minuta që ke kontrollu telefonin. Po, kjo është edhe kur jam në punë, pavarësisht se puna ime nuk është se ka ndonjë lodhje fizike dhe shumicën e rasteve me telefon rri, po prap se prap. Njeriu nuk është i lidhur gjatë gjithë kohës mbas telefonit, kam dashur gjithmonë që ta bëj pjesë të jetës time. Dhe domethënë përpos çiftit, është ai që nuk e merr ndonjëherë hapin, sepse gjithmonë i duket sikur ato janë influencë keqe. Unë nuk jam fëmijë që ti duket aty sikur po më influencojnë për keq. Te kjo e kam të gjithën. Këçuni ka patur lidhje të tjera veç teje, apo? Po. Se dihet. Ka pasur, me sa Po e njëjta histori është edhe me ato, besoj. Sepse këtë lloj paterni ka me çdo të dashur. Më përpara, para se ti të ribashkohesh me shoqet e tua të gjimnazit, kishe dalë me shoqet të tjera, pra e shije këtë sjellje nga ai? Apo ti nuk dilje dhe ai nuk e bënte dhe u zbulua kjo sjellje ti vetëm kur ti fillove të dilje përsëri me shoqet? Kjo lloj sjellje është zbuluar mbasi unë fillova që të thoja pak më tepër që shiko se tani mbas pune ndoshta do vonohem pak për shtëpi sepse po rri me shoqet. Mos ndoshta për shkak ka filluar. Ndoshta mendon që ai të ka njohur ty, si më thon, ndryshe në fillim, pra një gotë që nuk dilte kaq shumë dhe me të tijën, me të drejtë, me llojin e tij që ka menduar që ti je si çdo ai, dhe pastaj kur ti ke shfaqur këtë anën tjetër tënde, që shiko se unë do dal, që është plotësisht okay, ai ka thënë që po prit një sekondë se kjo nuk ka qenë kështu fillim fare. Ndoshta ka dhe ai mendon që ti ke ndryshuar, ndoshta? Po, shiko se puna është që neve nuk është se jemi njohur në një moshë shumë të hershme, ai është 26, unë 24 dhe graduar, Po, dhe logjikisht njeriu e mendon që shiko se nuk e di, unë fillim të marrëdhënies se kam këtë që dua shumë që të shpenzoj kohë me partnerin tim, derisa ta njoh. Pastaj, nuk e di, njeriu ka edhe hobi të tjera. Ti tani e ke njohur atë, ti nuk e pas një jetë sociale ose të bëje veprime, aktivitete të tjera, dhe ti në një farë forme love bombing i ke bërë atit, se ti thua dua të shpenzoj shumë kohë me atë, dhe ai ka marrë në fillim shumë, dhe pastaj ka filluar të marrë pak, edhe atit mund i ketë ndezë ndonjë radar në kokë. Ndoshta ke bërë ti love bombing, ndoshta. E zëm se nëse ti e takoja atë për ditë, se thjesht vjen një ditë që ti, për shembull, ai është mësuar të takojë për ditë pas punës, ti thua të takoj Xhesin pas punës, nesër takoj Meglin, edhe mund të ndjehet kështu si distancuar ose left out, pa. Po kur e ka bërë, për shembull, ai se ka pasur edhe raste në fillim që nuk kam qenë ky lloj tipi që të mërzitesha, po del edhe pastaj kur takohemi rri si ftohtë. Dhe domethënë mesazhet që shkruan tani këto kohë është edhe në ëndra është bërë me fiksime. Mua kjo gjë nuk më duket normale. Jo, nuk është, po